Erion Veljash, një nga politikanët më të njohur dhe të dashur të Shqipërisë, ka kaluar një moment të vështirë shëndetësor pas shqetësimeve të papritura. Sipas burimeve të besueshme, ai është shtruar në spital për një operacion urgjent për apandesitin, një sëmundje që kërkon ndërhyrje kirurgjikale të menjëhershme për të parandaluar komplikime të mundshme. Velja ka ndjerë dhimbje të forta në bark dhe pas ekzaminimeve mjekësore është vendosur që të hiqej apandesiti për të shmangur rreziqe të tjera. Operacioni ka kaluar me sukses dhe sipas mjekëve gjithçka ka shkuar sipas planit të parashikuar. Fatmirësisht, Velja është në gjendje të mirë dhe rikuperimi i tij ka nisur si duhet. Pas ndërhyrjes kirurgjikale, ai ka filluar të ndjehet më mirë dhe ndodhet në mbikëqyrje të vazhdueshme për të siguruar një rikuperim të plot dhe të shpejt. Ndjekësit dhe mbështetësit e tij kanë shfaqur shqetësim dhe solidaritet për shëndetin e tij, duke i dëshiruar një rikuperim të shpejt dhe pa probleme. Operacioni për apandesitin është një procedurë mjekësore e zakonshme, por për një figurë publike si Erion Veljaj, çdo shqetësim shëndetësor merr një vëmendje të veçantë, pasi ai është një personazh i dashur për shumë shqiptar dhe ka një audiencë të gjerë. Ky incident gjithashtu shërben si një kujtesë për rëndësinë e kujdesit ndaj shëndetit dhe reagjimit të shpejtë ndaj simptomave që mund të çojnë në komplikime serioze. Për momentin, Veljaj është duke u rikuperuar në një ambient të sigurt dhe nën kujdesin e mjekëve, të cilët po monitorojnë progresin e tij. Mbështetësit e tij janë të lumtur që gjithçka ka shkuar mirë dhe shpresojnë që ai të kthehet shpejt në aktivitetet e tij profesionale dhe sociale. Veljaj ka një lidhje të fortë me audiencën dhe është një figurë e rëndësishme në politikën shqiptare. Ndaj rikuperimi i tij është një lajm i mirë për shumë fansa dhe mbështetës. Në përfundim, kjo periudhë e vështirë shëndetësore është një kujtesë për rëndësinë e kujdesit shëndetësor dhe reagjimit të shpejtë ndaj shqetësimeve. Gjithashtu është një tregues i forcës dhe profesionalizmit të Erion Veljajt, që ka kaluar me sukses këtë periudhë të vështirë dhe po vazhdon përpara me qëllimet dhe angazhimet e tij. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.